Policia e Shkodrës ka zbardhur vrasjen me lëndë eksplozive të shtetasit Hysni Ymeri e kryer me datë 29 dhjetor 2025 në lagjin Manush Alimani. Si rezultat janë identifikuar kapur dhe vënë pranga 4 shtetas dyshuar si autor të kësaj vrasje. Operacioni u zhvillua me mbështetjen e forcës kombëtare të sigurisë, njësia e Shkodër, forca posaçme shqiponja, shërbimit të komisariatit të policisë Shkodër dhe atyre DVP Shkodër. Në njoftim, policia bën me dije se si rezultat i një pune intensive operative dhe hetimorit kryer nga struktura drejtorisë vendore të policisë Shkodër në drejtimin e prokurisë së Shkodrës me qëllim zbardhjen dinamike së autorësisë së vrasjes së shtetasit Hysni Ymeri bazuar në provat e siguruara, u finalizua operacioni policor i koduar Shadows. Në kuadër të këtij operacioni u kapën dhe u vënë pranga shtetasit GB 27 vjeç, EI 27 vjeç, EH 25 vjeç dhe GZ 24 vjeç. Ndalimi i rrugëve pasi ka dyshimet bazuar dhe të mbështetura në prova se vetë shtetas kundrejt pagesës në bashkëpunim me njëri tjetrin me datë 29 dhjetor 2025 duke përdorur lëndë eksplozive e dyshuar me telekomandim në distancë kanë shpërthyer panelin elektrik të pallatit ku banonte shtetasi Hysni Ymeri, njoftoi policia. Gjatë veprimeve procedurale, kontrolleve të vendeve dhe ambienteve si edhe kontrolleve personale janë gjetur të sekuestruar në cilësinë e provave materiale 20 celular, një automjet Mercedes-Benz, rrobat e veshur nga autori dyshuar që ka vendosur lëndën eksplozive, municion luftarak, një sasi monetare në lek dhe euro, një sasi lëndë narkotike, një sasi lëndë kokainë, 3 pajisje gjurmuese GPS, 2 kamera sigurie dhe një laptop. Ndërkohë vjen puna për zbulumin e personave të tjerë të implikuar në këtë ngjarje dhe dokumentimin e plotë të saj, si edhe sqarimin e motiveve. Materialet procedurale u referuan prokurisë së Shkodrës për vetë penale, vrasje paramendime kryer në bashkëpunim, shkatrimi i pronës me eksploziv, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit, prodhimi dhe shitja narkotikëve kryer në bashkëpunim dhe prishja qetësisë publike.